Horoskopi. Një tragjedi e rëndë ka tronditur pas ditën e sotme fshatin Stanovës të Vushtrrisë, ku një burr dhe një grua janë gjetur pa shenja jete. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të madh në opinionin publik dhe ka hapur sërish debatin mbi dhunën ndaj grave dhe sigurinë e tyre në shoqëri. Banorët e zonës janë të shokuar nga ky akt i dhunshëm, i cili ndodhi në mes të ditës dhe në një vend të hapur, duke ngritur pikpyetje mbi motivet dhe rrethanat që çuan në këtë krim të dyfishtë, si ndodhi ngjarja. Sipas informatave nga autoritetet, rreth orës 16:00 në një nënkalim të fshatit Stanovës, policia ka gjetur 2 trupa të pajetë, një burr dhe një grua. Hetimet paraprake kanë treguar se viktima, Nexhmie Musliu Haradini, një grua 42 vjeçare, është ekzekutuar me armë zjarri nga Arsim Morina, 58 vjeç. Pasi kreu vrasjen, ai e drejtoi armën ndaj vetes dhe u vetë vra. Ekspertët mjekoligjor kanë konstatuar se të shtënat kanë ndodhur nga një distancë e afërt, duke lënë pak dyshime për mënyrën se si ndodhi vrasja dhe më pas vetë vrasja, kush ishin viktimat. Nexhmie Musliu Haradini ishte një grua e martuar dhe nën e 3 fëmijëve, 2 vajzave të mitura dhe një djali 18 vjeçar. Ajo kishte punuar më herët në furrën e bukës Djellza, e cila ishte në pronësi të Arsim Morinës, autorit të krimit. Megjithatë, ajo kishte vendosur të largohej nga puna dhe kishte nisur një punë të re. Burimet pranë familjes dhe miqve të saj tregojnë se ajo kishte qenë një grua punëtore, e qetë dhe e përkushtuar ndaj familjes së saj. Arsim Morina, 58 vjeç, ishte një biznesmen lokal, i njohur si pronari i furrës Djellza. Edhe pse nuk ka pasur raporte të mëparshme të dhunës mes tij dhe viktimës, dyshimet e para tregojnë se ai ushqente ndjenja xhelozie ndaj saj. Sipas burimeve të afërta me viktimën, ai nuk kishte pranuar largimin e saj nga puna dhe përpjekjen e saj për të vazhduar jetën e saj diku tjetër. Çfarë e shkaktoi këtë tragjedi? Një i afërm i viktimës ka deklaruar për mediat se shkaku i kësaj ngjarjeje mund të ketë qenë xhelozia e pronarit të furrës. Ai dyshohet se kishte pasur një interes të sëmur ndaj Nexhmies dhe nuk e kishte pranuar faktin se ajo nuk punonte më për të. Dëshmitarët tregojnë se ai e kishte ndjekur atë disa herë dhe kishte bërë përpjekje për të komunikuar me të, ndonse ajo nuk dëshironte të kishte më kontakt me të në ditën fatale. Duket se ai e kishte pritur atë në nënkalimin e fshatit Stanovës, ku ndoshta i kishte kërkuar të flisnin. Nuk dihet ende saktësisht çfarë ka ndodhur në momentet e fundit. Por gjithçka ka përfunduar me një akt të rënd dhune, vrasjen e saj dhe më pas vetvrasjen e tij. Reagimi i komunitetit dhe autoriteteve. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të fortë në komunitetin lokal dhe në mbar opinionin publik. Banorët e fshatit Stanovës janë të tronditur dhe shprehin keqardhje për fatin tragjik të Nexhmies. Ata thonë se ajo ishte një grua e mirë dhe e respektuar, që nuk kishte probleme me askënd dhe që vetëm donte të punonte për të mbajtur fëmijët e saj. Policia e Kosovës ka dalë me një deklaratë ku ka konfirmuar detajet e para të ngjarjes dhe ka bërë thirrje për ndërgjegjësim mbi dhunën ndaj grave. Institucionet e drejtësisë kanë nisur një hetim për të kuptuar nëse kishte ndonjë paralajmërim për këtë ngjarje. Nëse viktima kishte bërë ndonjë ankesë për kërcënime më herët dhe nëse mund të ishte parandaluar tragjedia, organizatat për të drejtat e grave kanë reaguar ashpër ndaj këtij akti, duke kërkuar më shumë masa mbrojtëse për gratë që mund të jenë viktima të përndjekjes apo kërcënimeve. Ky është një rast tjetër që tregon se sa e pambrojtur mund të jetë një grua kur një burr nuk pranon të respektojë vendimet e saj. Nuk duhet të presim tragjedi të tilla për të vepruar, ka thënë një përfaqësuese e një organizate për të drejtat e grave. Një alarm për shoqërinë. Ngjarja në fjalë ka rikthyer në vëmendje problemin e dhunës ndaj grave dhe femicidit në Kosovë dhe rajon. Fatkeqësisht, raste të tilla nuk janë të izoluara dhe shumë gra vazhdojnë të jenë viktima të dhunës nga burrat që refuzojnë të pranojnë pavarësinë e tyre apo ndarjen. Kjo tragjedi tregon se dhuna mund të ndodhë edhe kur nuk ka një lidhje familjare mes viktimës dhe agresorit, duke e bërë edhe më të vështirë parandalimin. Autoritetet pritet të japin më shumë detaje mbi hetimet në vijim, ndërsa familja e viktimës po përgatitet për ceremoninë e varrimit, e cila pritet të mbahet nesër. Ndërkohë, shoqëria është e thirrur që të mos e shohë këtë ngjarje thjesht si një rast i izoluar.
por si një alarm për të adresuar problemin e dhunës dhe për të mbrojtur gratë nga rreziqet që mund t'i kanosen. Kjo tragjedi lë pas një familje të shkatëruar, 3 fëmijë të mbetur pa nënë dhe një komunitet të tronditur që kërkon përgjigje dhe drejtësi. Horoskopi.